U rikthyem sërish në studio, pasi që besoj që e keni kuptuar nga Ilaia ku kësaj dite musafiri jon i radhës ka të bëjë që do flasim pikërisht për festën e madhe të Kurban Bajramit që na pret gjatë ditës së nesërme. Një festë e madhe për gjithë besimtarët musliman dhe këtu me mua në studio kemi Ali Ziberin, referenti i Muftinisë Shkupit. Përshëndetje zotri Ali, mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit të ritmi i ditës. Përshëndetje edhe për ju, ju faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi e ime që jemi pjesë e emisionit juaj. Atëherë, si gjithmonë e fillojmë pjesën çfarë është dita e Kurban Bajramit, cila është rëndësia e kësaj dite? Si fillim, më thënë ajo që është e njohur në historinë islame, është pikërisht kjo festë e cila në vete ngërthejnë dhe është festive, por lidhshmëria e saj është pikërisht me Kurbanin. Prandaj ka edhe fjalitë të cilat përdoren që është Bajrami i Kurbanit, që pikërisht i referohet një prej flimeve dhe një prej arriteve i ritualeve shumë të rëndësishme në aspektin fetar. Doja që ta filloj pikërisht nga ajo nga edhe ka prej ardhjen, pra fjala Kurban, ka nga folja karebe, që ka për qëllim afrimin. Pra pikërisht njerëzit nëpërmjet këtij kurbani dëshirojnë dhe tentojnë dhe mundohen që të afrohen tek Zoti xhela xhelalu. Pra në pika të shkurta të tjera është edhe sakrifica, është një flim në vete që besimtarët e flijojnë, pra një kafshë në këtë rast për hir të Allahut xhela xhelalu. Ajo që e jep edhe që jep rëndësi edhe më tepër është një histori e bukur që ndoshta shumë shikues, shumë besimtarë kanë të njohur në mesin e tyre, është çështja kur rrjedh nga historia e bukur e Ibrahimit a.s. me Ismailin a.s. Pra një babë dhe një birë, dhe dytë janë pejgamber. Ibrahimi a.s. ka qenë një prej pejgamberëve të Zotit, që Allahu xhela xhelalu e ka quajtur Halilullah, një prej dosëve të tij. Dhe ai ka qenë i shtrirë në moshë dhe nuk ka pasur fëmijë, edhe me zemër të thirrë, kështu i mërzitur, vazhdimisht ka kërkuar nga Zoti që Allahu t'ia jep një fëmijë, dhe Allahu xhela xhelalu pas një kohe shumë të gjatë ja jep Ismailin a.s. Edhe posa fillon ngadal të mësohet me të, fillon që të ndihmojë në punët e tij, pastaj i vjen urdhri nga ana e Zotit nëpërmjet një ëndre, ashtu siç edhe dihet që ëndrat për pejgamberët janë inspirim, janë shpallje. Edhe 3 natë radhës je pas sikur se e bën kurban djalin e tij, pra Ismailin a.s. Pra ishte mësuar, kishte filluar që ta donte atë, kishte filluar që ta afrohet me të, pastaj vjen urdhri nga Zoti, pra ai i cili ia adhuroi, i tha që do duhet që të e bësh kurban. Dhe është e njohur historia e bukur në mesin e këtyre të dyve, që Ismaili a.s. në moment që prindi i thotë që ka marrë një urdhër të tillë nga ana Allahu xhela xhelalu që duhet me të bëj kurban ti, atëherë dihet dhe është një histori në vetë, është bukuri në vetë kur Ismaili a.s. i thotë baba im, nëse Allahu të ka urdhëruar me një gjë të tillë, atëherë veproja atë që thotë Zoti, e me dosh Zoti, inshallah unë do të jem prej atyre durimtarëve. Pra pikërisht kemi të bëjmë me një sakrificë që daton dhe burimin e ka prej kësaj. Pastaj vjen Xhibril a.s. Në moment që thika e cila është e mpret, ajo bëhet e papritshme dhe bëhet që nuk pret tek qafa e Ismailit a.s. Atëherë Allahu xhela xhelalu nëpërmjet Xhibrilit, nëpërmjet melaçeve, urdhëron që të ndryshoj komplet ky koncept dhe mos të flijon fëmijët, por të flijohet një kafshë duke e dhuruar një kafshë dhe kështu ka mbetur traditë prej asaj kohe. Prej asaj kjo dhe kjo është një gjë që daton shumë kohë dhe besoj që shumë besimtar musliman tani më e din këtë pjesë dhe vazhdojmë. Atëherë, a është detyrim për të gjithë të themi thërria e kurbanit e kafshëve? Tamam, e kuptoj, është thërria e kurbanit, pra do të prej të filloj, që fillon në momentin që besimtarët musliman kthehen nga namazi i Bajramit. Edhe kjo do të vazhdoj deri në ditën e tretë, para se të perëndoj dielli, do duhet që të kenë kujdes besimtarët që të mos therrin kurban gjatë natës, për shkak që është e papëlqishme. Pra therrja fillon qysh mas namazit të Bajramit. Nëse eventualisht ka ndonjë rast, ndonjë fshat i cili do me thonë nuk mund të fali namazin e Bajramit, do duhet që të bëjnë një matematikë të thjesht, 45 minuta pas lindjes së diellit, dhe prej kësaj momente ata mund edhe të fillojnë dhe të presin kurban.
Është e vërtetë që për besimtarët muslimanë ashtu siç e përmendëm në fillim, ka një rëndësi të veçantë. Pra kemi një ndryshim prej një njeriu që është bën një urdhër që të pritet, pastaj është bën një kafshë. Shpesh do të thonë dikush mundet me na thonë pse atëherë i dëmtoni kafshët, ose pse shkaktoni një telash të tillë, ose pse keni një vepër të tillë. Unë do kisha thënë që është shumë gabim, na sot mund të flasim për ndoshta mira vite se sa njerëz ka pas kjo dunja, kjo tokë, që ka fluar edhe fëmijë, vazhdojnë të flijojnë edhe fëmijë, të vrasin edhe fëmijë. Pra kemi të bëjmë me një botë këtill, që njerëzit do të thonë ndoshta sot nuk e kanë dert edhe shpirtin e fëmijëve, e lërë më shpirtin e kafshëve. Por sido që tjetë, besimtarët muslimanë kanë për obligim që të thërin kurban, edhe këtë e bëjnë në formën e sakrificës dhe flimit, por cilat janë normalisht që Islami ka para pa dhe shumë kushte. Njëra ndër kushtet ai që duhet të jetë musliman, jo muslimani nuk i pranohet një kurban, ai duhet të jetë musliman, duhet të jetë i lirë, pra nuk duhet të jetë i roboruar ose diçka tjetër. Duhet që ai të jetë psikikisht i shëndosh, pra mos të jetë me probleme psikike. Edhe pjesa tjetër është që duhet që ai të arrijë nisabin. Pra ka një kusht që nëse ai arrin nisabin sipas jurisprudencës islame që shkollës së cilën edhe ne i takojmë, ajo është 91.6 gram ari. Pra nëse pasuria e kësaj korrespondon me shumën edhe mjetet financiare të kësaj, atëherë ai e ka për obligim që të pret kurban, pra është e ngjajshëm me zekatin, edhe ajo është prej ibadeteve, prej shtillave kryesore të fesë, por zekati do duhet që të ketë një posedim një vit. Pra duhet që ajo pasuri të qëndrojë një vit që pastaj të jepet zekat. Për kurbanin është ndryshe, në moment që ti ke këtë pasuri, atëherë je i obliguar që ti ta therrësh. Dhe në jurisprudencën islame kjo është vajib që përmendet në jurisprudencën islame që është obliguar, pra njeriu i cili e ka këtë pasuri në momentin kur vjen pra kurbani, kurban bajrami, atëherë e ka për detyrim dhe e ka për obligim nëse i ka dhe i beson të gjitha këta kushtet, vetëm se harrova edhe këta përmendje që edhe për fëmijët, domethënë nuk preferohet dhe nuk lejohet. Tash domethënë nëse dikush pret ajo është diçka që i jep sadaka për të, por domethënë është për obligim që të jetë i moshritur. Në moment e kam për fjalë që e ka për obligim detyrim që ai do duhet që të e pret. Këtu do dua të shtoj edhe diçka tjetër, ashtu edhe si dietarët kanë folur edhe më herët, kanë preferuar shpesh domethënë familje shqiptare kanë një njeri, një shtëpi që punon dhe përkujdeset për këtë shtëpinë, dhe tash këtë ata familje ose familja e tij ose baba ose nona, ndoshta domethënë nuk kanë mundësi të gjithë të prenë kurban, por ai i cili e mban mbi supe amanetin e shtëpisë, atëherë domethënë sikur sa ai ka hak krejt familjarëve. Dhe prandaj dietarët e kanë përmendur që nëse një person i cili e ka mbi supe një amanet të shtëpisë, nëse ai pret kurban të zihet për këtë familje. Pra është një mëshirë për këtë familjar që edhe ata spaku të jenë pjesë e kurbanit, ndoshta nuk punojnë, ndoshta nuk kanë ndonjë mjet, ndoshta nuk kanë të ardhura, por në këtë formë, domethënë dietarët e kanë lënë një rrugë ashtu për gjithë familjen që të jetë shumë mirë. Tani jemi edhe në kohën e haxhit. Mund të na sqaroni këtë pjesën se Kurban Bajrami dhe haxhi ndodhen në të njëjtën periudhë. Pse? Është vërtet, unë do të kisha filluar prej sakrificës. Pra, domethënë të dia ti lidh sakrifica, flimi. Pra, thjesht njëra pjesë e botës është e orientuar drejt Arafatit dhe sot ata janë akomoduar aty, po qëndrojnë aty, edhe ndoshta duat dhe lutjet më të mira janë duke i përpiluar me gjuhët e tyre. Pra pjesa tjetër e botës jemi ne, të cilët nuk kemi pasur mundësi që të shkojmë, dhe ne flijojmë kurban. Pra thjesht dy këta ibadete kanë të bëjnë me sakrificën. Pra një grup njerëzish janë duke sakrifikuar pasurinë e tyre, shëndetin e tyre, jetën e tyre, dhe janë në ata vende të shenjta, kurse pjesa tjetër e botës muslimane janë ata të cilët e bashkëndjejnë, do të kisha thënë, duke sakrifikuar nga jeta e tyre, duke sakrifikuar nga pasuria e tyre, pjesën e kurbanit, pra flijimit. Unë do kisha thënë të dia ti lidh sakrifica.
Pra, do të thonë këta tu dia të li sakrifica, pastaj në historinë islame ka edhe gjëra tjera që ta zbulojmë, po pikërisht Ismaili alayhis salam e ka burimin edhe kurbani, por është edhe një mendim tjetër që supozohet që në moment që mbrin Ibrahimi alayhis salam pikërisht në Arafat, Gjibrili, një prej melaqeve të Zotit, ja tregon rregullat e haxhit Ibrahimit alayhis salam, dhe pasi që ja shpjegon, i thot kështu, hela arefte, thot ta kuptove tash se cilët janë rregullat e haxhit. Edhe prej kësaj supozohet që e ka edhe burimin, pra dita e Arifës ose Arafati, në këtë rast domethënë prej momenti që i shpjegohet kështu është, këta janë rregullat e haxhit. Rregullat, domethënë dita e Arafatit, domethënë që në këtë ditë edhe agjërohet gjithashtu. Po, domethënë është vërtet. Agjërohet. Sadopak ju mund të themi që Arafati ju e cekët që është rregullat e haxhit dhe kam ngelur ashtu dita e Arifës, dita e Arafatit. Çfarë do të thotë kjo ditë për besimtarët musliman, përveç se dhe agjërohet, themi është një ditë e madhe ku përveç edhe agjilerët që i kemi në atë vend të shenjtë dhe lutën dhe thonë që në këtë ditë pranohen lutjet tona. Shif, më thonë, unë do të kisha thonë dita më e mirë e vitit. Do më thonë, dita e Arafatit është dita më e mirë e vitit. Nuk mund ta përshkruaj me fjalë momentin dhe qëndrimin, dhe besoj që unë e kam parasysh dhe më ri parasive, dhe më thonë ai vend, dhe këta kora, këta minuta, kjo ditë, bëhet aq e shkurt, sa që dhe më thonë shikuesit ka mundësi që mos më kuptu, por është vërtet, ajo bëhet shumë e shkurt, sikur se dhe më thonë, ke dëshirë sikur se ke të vazhdoj, dhe me thonë shumë të vazhdoj për shkak që duat dhe lutjet më të thella në zemër mundohesh që ti kesh. Pra, dita më e mirë e vitit, unë do të kisha thënë që është dita e Arafatit. Pikërisht dhe me thonë dhe dua këtu të ndaj që, pra, dhe me thonë Bashkia Islame dhe Miftinia e Shkupit angazhohet dhe prej këtuj dhe me thonë besoj e kemi Miftiun e Shkupit atje në Haç, dhe besoj që çdo njëri prej besimtarëve të këtij në qielli është pjesë e lutjeve dhe duave të tij, lutjeve dhe duave të bukura të përpiluar nga ai. Ata dhe me thonë janë shumë mirë, janë shëndosht, janë të akomoduar atje. Pra dhe me thonë procesi i kësaj ka ecë shumë bukur, shumë mirë, shumë mrekullueshëm. Thjesht dhe me thonë ne në moment që i shohim këta xhilerët në Arafat, ne dhe me thonë si institucione ndjejmë atë, dhe me thonë atë rahatin shpirtërore tonë që pejgamberi sa më ka thonë e ka një fjalë bukur, thotë që haxhi është Arafat, pra e ka lidh pikërisht dita, ajo që është kulminantja e haxhit, pra ka shumë rituale, ka shumë rregulla, por ajo që e kulminon, ajo që e bën, me thonë, të kompletuar, është pikërisht Arafati. Kjo ditë e madhe. Dhe me thonë, kjo është ditë e madhe, prandaj pjesa tjetër është vërtet që agjilerët tanë sot nuk agjërojnë. Ata dhe me thonë vetëm bëjnë dua, bëjnë lutje, kurse pjesa tjetër, pra ne të cilat s'kemi pas mundësi që të shkojmë atje, ne agjërojmë. Thjesht dhe me thonë edhe ne dëshirojmë që ta ndjejmë, ta bashkëndjejmë këtë ditë dhe t'ja marrim bereqetin e kësaj. Është e vërtetë që Allahu në këtë ditë lëshon shumë bereqet, shumë mëshirë, shumë rahmet, sa që dhe me thonë përmendet, unë do të kisha nda vetëm këtë, Allahu xhella xhelalu është i fuqishëm. Dhe në moment që njerëzit, këtë ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë Allahu xhella xhelalu kërënohet dhe mburret ditën e Arafatit me haxhilerët tanë të cilët i ngjiten dhe janë pjesë e Arafatit, duke ju drejtuar banorëve të qiellit, këta janë robërit e mi. Pra këta janë ata njerëz të cilët kanë ardhur të plurosur, të lodhur nga vende të ndryshme, nga skaje të ndryshme, me mjete të ndryshme, dhe të gjithë janë në këtë vend. Edhe ju thot një fjalë bukur, e thot jeni dëshmitar banorëve të qiellit se kretë këta persona unë i kam falur ata. Pra këtë dhe me thonë e tregon Allahu xhella xhelalu, në para është mburja dhe dita është falja. E prandaj na dëshirojmë që nëpërmjet kësaj dite, duke pejgamberi nuk na ka harruar edhe neve të cilët nuk kemi mundësi që të shkojmë atje, duke na thënë që ai i cili agjëron ditën e Arafatit, ai i shihen mëkatet e 2 viteve, ai që vit që kaloi dhe viti që vjen pas. Kjo është mëshira e Zotit që shpresoj që në këtë ditë të madhe, në këtë ditë të na pranohen në lutjet tona si dhe agjilerëve gjithashtu që janë atë vend të shenjtë. Vazhdojmë edhe më tutje me pyetje tjera. Thirrja e kurbanit, çfarë kuptimi ka ndarja e mishit kurbanit në këtë ditë? Çfarë simbolizon kjo pjesë?
Pikërisht këtë ditë, domethënë moment që njerëzit presin kurban dhe forma dhe mënyra se si Islami e shef shpërndarjen e mishit, që të kuptosh që këta njerëz domethënë janë të gatshëm të sakrifikojnë për shoqërinë. Pra Islami si fe nuk ka ardhur vetëm për veten ose që njeriu ta mendoj vetëm se veten e tij, por domethënë nëpërmjet kurbanit, njerëzit të cilët presin dhe njerëzit që thënin kurban, mishi i tyre në momentin që ndahet, njeriu e gjen një lloj qetësie shpirtërore. Pra, forma për shembull Bashkia Islame ose Miftinia e Shkupit është permanente edhe në mbledhjen e kurbaneve dhe i ndjekim ta, do të bisedojmë ndoshta edhe më vonë, por kjo pjesë kur njerëzit besimtarët presin kurban nëpër shtëpitë e tyre, së pari ata fitojnë sevapin dhe kënaqësinë e Allahut dhe afrohen tek Allahu xhelel xhelal nëpërmjet kurbanit. Pjesa tjetër është ajo humania, pra një shpirt human i cili është në brendësinë e tij. Domethënë moment që ti mundohesh që Bajramin mos jetë i pasur në sofrën tënde vetëm për ti, për mua dhe familjen time, por mundohesh që këtë pasuri ose këtë mirësi që e ke në sofrën tënde të Bajramit, të mundohesh që ta ndash edhe me të tjerët. Pra thjesht në moment që njeriu edhe fëmijët edhe familja mësohet që ta shpërndajë mishin, ai domethënë e ndjen, sikurse do doja që ai të ketë mish, do doja që këtë pjesën t'jap edhe atij, pra ndjen kënaqësi. Nevojtare. Prandaj edhe Islami e shef në 3 pjesë ndan mishin. Njëra pjesë është që është mirë, dietarët e kanë preferuar një të tillë, njëra të ngelet për veten, pra që ta provosh edhe ti këtë sakrificën tënde. Pjesa tjetër është e fëmijëve, e të afërmve, e familjarëve të afërt që i ke. Pra domethënë kjo është e dita që ne kemi shumë obligime për ta, kemi shumë amanete që duhet t'i ndjekim për ta, kemi shumë rregulla që duhet t'i ndjekim për ta, dhe pjesa e tretë është pjesa e fukarave. Pra këta të trijat janë ata të cilët e kemi për obligim, është e pëlqyeshme, është prej sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ndahet në këtë formë, duke ndjej atë shpirtërorën së bashku me flimin dhe sakrificën tonë. Mund të na thoni se cilët janë aktivitetet e Muftinisë së Shkupit, gjithashtu që janë të lidhura me bashkësinë fetare islame në vendin tonë? Thash në fillim, ne domethënë mundohena që besimtarëve tanë, të cilët ndoshta nuk kanë kushte dhe nuk kanë mundësi që të presin nëpër shtëpitë e tyre kurbanin, është e lejuar në aspektin fetar që ata në kundërvlerë të saj të paguan, por e njëjta do duhet pritet. Ne kemi angazhim permanent për këtë, dhe ne jemi të përgatitur që besimtarëve tonë t'u kryejmë këtë ritual, këtë amanet, këtë ibadet tyre me plot përgjegjësi. Prandaj në momentin që do të vijë në krye Muftiu i Shkupit, doktor Qenar Efendi Ismaili, ne kemi një plan tonin se si duhet të veprojmë në këtë ibadet shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm për besimtarët tanë, duke i marrë të gjitha emrat e atyre që dëshirojnë të prenë kurban dhe përgjegjësit të cilët do të jenë për thertorët e ndryshme që do të therren sipas standardeve dhe kushteve, ashtu si është edhe e duhur dhe e nevojshme edhe nga aspekti shtetëror dhe nga aspekti fetar. Neve si Muftinia e Shkupit e kemi për detyrim, për obligim që të lexojmë të gjitha emrat atyre të cilët presin kurban, pra në moment që vjen kafsha, atëherë ne i lexojmë emrat, në moment që ne duam që ai të ketë të qartë që amaneti i tyre shkon në vend. Pastaj pas kësaj kemi edhe një video të cilën e publikojmë nëpër rrjetet sociale me emrat e gjithë atyre të cilët e kanë thërë kurbanin, një lloj transparence, por para se gjithash ne kemi obligim amanet kaq i Zotit xhelel xhelalu që amanetin e besimtarëve të çojmë në vend, që spaku domethënë të jemi të qetë sikurse edhe ata të ishin prezent atje. Cili është roli të themi Muftinisë së Shkupit në shpërndarjen e mishit të kurbanit? Po e vërtet, ne kemi domethënë një strategji bukur të mirë në shpërndarjen e mishit dhe jemi ta them, domethënë xhamitë tona, hoxhallarët tanë të cilët veprojnë nëpër xhamitë tona, janë dora e zgjatur e jona deri tek i varfërit. Ndoshta ne nuk mund t'i dimë të gjithë të varfërit në mesin ton, por janë hoxhallarët, janë xhamitë, janë këshillat e xhamive të cilët në një vend ose në një rreth shumë të ngushtë, ata domethënë e kanë të qartë secili prej familjarëve ose secila prej shtëpive ka nevojë për një mish ose ka nevojë për ndihmë, dhe prandaj neve strategjinë kemi shumë të lehtë që ta realizojmë dhe ta çojmë mishin, pikërisht domethënë mishi i cili domethënë një pjesë ngelet me dresës së Sabeu,
Pastaj ai që tepërot prej saj, domethënë shpërndahet tek të varfrit tonë. Këtë e bëjmë domethënë brenda 2 ditëve për shkak përgatitjes, thashë edhe në fillim, për shkak rrjetit shumë të shëndosh, edhe nëpër rajone të ndryshme të qytetit të Shkupit. Domethënë ne më njëherë vendosim dhe mundohemi që të jemi sa më të shpejt për shkak që dëshirojmë që ai të ketë i varfrit të ketë në sofrën e tij mishin e qurbanit. Mund të na thoni se sa bashkëpunoni edhe me organizatat humanitare për shpërndarjen e mishit, po edhe të themi të shkon në vendin e duhur pikërisht tek nevojtarët? Po, është vërtet, ne domethënë përpas kësaj edhe Basia Islame, po edhe ne si Miftinia e Shkupit, kemi bashkëpunim domethënë shumë korrekt edhe me shoqatat e ndryshme, ndash me persona me nevoja të veçanta ose shoqata të tjera të ndryshme, që mundohemi që ata domethënë që mos të him për arsye që e dim që ndoshta të varfrit janë nga mesi i tyre. Ata e dinë më mirë, ata e kanë listën e tyre, ata e dinë shumë më bukur se cili do duhet që të takoj. Pastaj edhe ne ja dorëzojmë atyre, do thonë paketat ose do të kisha thënë mishin e qurbanit, edhe orientohet direkt ata ngelet që aktivitetit tyre. Pastaj ne domethënë e krijojmë amanetin ton, pastaj ngelet atyre një aktivitet. Kështu domethënë ne jemi të koordinuar në mënyrë që të arri ajo sakrifica e besimtarëve tonë. Pra, kjo është strategjia ime. Pra, thjesht, domethënë presim qurbanat këtu në vendin tonë, nuk i çojmë jashtë vendit, i presim këtu qurbanat, i shpërndajmë këtu qurbanat, edhe ata që i marrin sakrificën e kësaj janë të këtij vendi. Pra mundohemi që të jemi këtu, pra në vendin tonë, në Republikën e Maqedonisë. Do të themi në çfarë mënyre të ketë mish për të gjithë ata që kanë nevojë. Atëherë vazhdojmë më tutje. Si organizohet falja e namazit të Bajramit në xhamitë e vendit tona? Më thonë, para kësaj, ndoshta është edhe shumë e rëndësishme që ta përmendim, na si Miftinia e Shkupit mundohena që Shkupit tonë, do të thonë kryeqytetit tonë, t'i japim bukurinë e saj, duke vendosur para disa ditëve, domethënë kemi vendosur edhe billboardet në për vendet kyçe ku ka frekuencë më të madhe të besimtarëve tanë, edhe njerëzve në përgjithësi, se besojnë që Bajrami është një festë e cila edhe ata të cilët ndoshta edhe nuk e besojnë Zotin, e ndjejnë që na jemi shumë të gëzuar dhe ndonjëherë edhe mahniten me këtë festë tonë, është bukurinë vete, është e papërshkrueshme me fjalë, thjesht e bukur dhe nuk ka nevojë për shumë fjalë, për gjërat e bukura ndoshta nuk ka nevojë për shumë fjalë. Ne kemi vendosur edhe billboarde me urime Bajrami në 6 gjuhë, duke i përfshirë domethënë të gjithë nacionalitetet e vendit tonë, pra duke e krijuar një atmosferë festive. Këtë kemi bërë për shkak që besimtarët tanë ndoshta meritojnë shumë më shumë, po kjo është ajo me mundësitë tona mundohemi që ta zbukurojmë këtë. Pastaj besoj që kemi para përgatitje të xhamive të vendit tonë, të qytetit tonë, dhe besoj edhe në këtë maqeninë e Veriut, si Basia Islame mundohen që ata të pastrojnë xhamit, mundohen që ta zbukurojnë oborët e tyre, dhe mundohen që ta paraqesin këtë festë të përgatitur, pra duke filluar nga hoxha i xhamisë, këshilli i xhamisë, të cilët janë të përgatitur që presin ata të cilët do ta falin namazin e Bajramit, në vetë ngërthejnë, domethënë neve si Basia Islame dhe si Miftinia e Shkupit e falim tradicionalisht tek xhamia Mustafa Pasha, duke pasur një program të begat dhe të njëjtën ja përcjellim edhe nëpërmjet televizioneve në mënyrë drejt për drejt, që edhe ata të cilët nuk janë në xhami, pra ta kenë atmosferën e faljes në shtëpi. Besoj që ajo ka ngelet shumë më herët edhe një kujtim i bukur, pra domethënë edhe familjarët tanë të cilët përgatiten nëpër shtëpitë e tyre, bëhen gati për të pritur domethënë ata të cilët kanë shkuar të falin namazin. Thjesht domethënë edhe ata e ndjejnë nëpërmjet televizionit se si është namazi i Bajramit. Ne këtë mundohemi që ta paraqesim, por besoj që të gjitha xhamit e kanë programin e tyre, ligjërata, ilahi, të ndryshme, Kur'an, në mënyrë që me telbije, me tekbire, normalisht që kish Kurban Bajram, duke filluar nga shtëpia, besimtarët dalin me telbi, me tekbire, domethënë tek xhamit. Pra thjesht domethënë ne pak a shumë i ngjasojmë edhe ata të cilët janë në haxh, ata kanë telbije, ne kemi në këtë rast domethënë me tekbire. Me tekbire. Mund të na thoni se cila është rëndësia e faljes së namazit Kurban Bajramit? E vërtet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka urdhëruar një gjë të tillë, thjesht domethënë është vajib, është e obligueshme. Pejgamberi sa në moment që shkon në Medinë i gjen ata banorët e Medinës i gjen me festa të ndryshme.
edhe ju thot që Allahu xhalla xhelalu do më zaventësu këta dy festa me dy festa të tjera, të cilat janë festa e Fitr Bajramit dhe festa e Kurban Bajramit. Dhe ka ngelur ajo pjesë, domethënë e historisë, që kjo të ngelet historinë e vete. Pra pejgamberi sa më zaventëson dhe kjo vazhdon të jetë, do të jetë deri në ditën e Kiametit. Pastaj ajo që besoj që ja vlen që ta përmendni, pejgamberi sa e ka vepruar në gjë të tillë, ka shkuar së pari, ka fal namazin e Kurban Bajramit, pastaj është kthyer në shtëpi, pastaj ka therrur kurban, edhe ju ka thënë shokëve të tij, kjo është tradita ime, prandaj ndjekeni këtë se kjo është tradita ime. Pra domethënë e ka përshkruar se si duhet të jetë namazi, ose për shembull e ka përshkruar forma se si duhet të jetë kjo ditë, duke falur namazin, pikërisht edhe vjen ajo edhe ajeti kuranor, "Fasalli li rabbika wanhar", pra falini namazin dhe therreni kurbanin. Këtu domethënë vjen tudijat zbashku, domethënë edhe namazi, por edhe kurbani. Pjesë tjetër e rëndësishme që besoj që ja vlen, kushdo i cili pra ka pas mundësi ata pika të cilat i përmendëm në fillim, që i ka është musliman, është i lirë, kështu me radhë, pra kushdo i cili i ka arritur këta dhe nuk ka prej kurban, pejgamberi sa më ka një fjalë ndoshta pak më kërcënuese, ai mos t'i afrohet faltorës së Kurban Bajramit. Pra kushdo i cili ka plotësuar kushtet dhe nuk e ka thërë kurbanin, atëherë ka thënë pejgamberi mos i afrohet faljes së Kurban Bajramit, për shkak që ai e ka lënë anash një prej ibadeteve shumë të rëndësishme të fesë. Nderuar, dhe në fund mund na thoni se çfarë mesazhi përçon hutbia e kësaj dite, duke pasur parasysh se nesër është edhe ditë e madhe, ditë xumaje gjithashtu, por edhe dita e Kurban Bajramit. Mund të themi që kemi një festë të madhe, se edhe dita e xuma konsiderohet si një ditë e madhe, një ditë feste që e kemi çdo javë. Në vërtet, më thonë edhe pse e thashtë edhe në fillim që janë dy festa, por realisht ka dietarë të cilët e kanë përmendur edhe tre festa, duke përfshirë këtu edhe ditën e xumë. Është një ditë e cila i falë, domethënë, gjunaat e besimtarëve brenda javës, po flas për ditën e xumë. Thjesht janë dy festa që ngërthejnë në vete, shumë bukurinë në vete. Hutbeja e Bajramit në vete ngërthejnë, ndoshta do të kisha thënë mesazhin më të bukur në vete. Pra, një hoç, një imam në xhamie ose një besimtar mundohet që të jep, pra thjesht mënyra, forma, shkuara në xhami është komplet pasore, është komplet e lumtur, është komplet e gëzuar. Pra sikur se muslimanëve nuk ja merr dot askush këtë festë, domethënë nga zemrat e tyre. Pra edhe pse domethënë është djerë në vit ose për çdo vit përsëritet, kjo asnjëherë domethënë nuk vjetrohet, thjesht e bukur në vete. Thash këto tudija domethënë janë festë. Është tudija domethënë kanë për obligim besimtarë që ta kryejnë, jo njërin të e marrin tjetrën të e lënë, kanë obligim të tudija të e kryejnë. Po flas sipas shkollës juridike anefite. Në vete unë do të kisha thënë që mesazhi më i bukur vjen nga Arafati, nga ata të cilët jeni pjesë e lutjeve dhe duave, edhe me shumë kënaqësi mua përcjell selamet e përzemërta të Muftiut të Shkupit, doktor Kenan Efendi Ismaili, që janë për banorët, edhe pse ai nuk është pjesë ndoshta e kësaj feste, por është jemi pjesë e duave dhe lutjeve të tij. Pra thjesht kemi shumë të bukura mesazhe. Unë do të kisha thënë që njerëzit e kanë për obligim që të sakrifikojnë. Çdo kush sakrifikon në jetë. Varësisht për çka sakrifikon. Dikush sakrifikon ndoshta për karrierën e tij, dikush sakrifikon për të mrinë në pasuri, dikush sakrifikon për diçka tjetër, por diçka sakrifikon. Por unë do të kisha thënë që sakrifica më e mirë është që na të punojmë, të veprojmë për të mirën e të tjerëve. Pra thjesht ne kemi nevojë si njerëz, si besimtar, si musliman, sido që ta thuam ne kemi nevojë më pak urrëtie në brendshme. Kemi nevojë më tepër dashuri të jashtme. Pra ajo që kemi të brendshmën do duhet që ata mbulojmë, pra mos japim rrugë asaj. Thjesht ne kemi për obligim që të kemi mendim të mirë për të gjithë. Spaku kështu na ka mësuar pejgamberi sa sa. Pra, do të thonë një musliman i cili nuk e ka këtë sens ose këtë të brendshme, këtë shpirtërore, që ai do duhet të sakrifikojë. Nuk e di, ndoshta do të thonë lumturia më e madhe cila është. Do të kishte thënë dikush për ta mri këtë, ta arri këtë, po do të kisha thënë ndryshe, lumturia më e mirë është kur ti lumturon tjetrin.
varësisht prej njeriut, po besoj që në moment që ti e sheh që je duke shërbyer një ide, një kauze shumë të rëndësishme, sikur se kjo jona është e fesë, pra thjesht njeriu nuk lodhet, njeriu asnjëherë nuk ngopet duke sakrifikuar, pra thjesht kemi sakrificë, pra kemi kurbanin, kemi flimin, shpesh njerëzit dinë të flijojnë veten e tyre për të tjerët të shohin dritë, pra këtë e bën nëna për fëmijët ndoshta, por këtë e bëjnë edhe besimtarët për shoqërinë. Pra thjesht domethënë kjo nuk duhet të jetë vetëm tek nënat të cilat sakrifikojnë gjithçka nga vetja për fëmijët e tyre, por kjo do duhet të jetë edhe në shoqërinë në cilën ne jetojmë. Kemi shumë përgjegjësi për ta. Prandaj ndonjëherë harrojmë ndoshta familjen që t'i shërbejmë të tjerëve, por kjo e bën të bukur. E bën të bukur pikërisht. Prandaj edhe sot haxhiliet ndoshta janë në Arafat, i kalon sofrat e Bajramit do të jenë të thatë, nuk do të jenë ndoshta ato pjesë e kësaj sofrës, por besoj që ata kanë flijuar nga vetja e tyre. Kanë flijuar duat dhe lutjet që do t'i drejtohen familjarëve. Ndoshta nuk janë pjesë aty, por janë duke sakrifikuar për çka? Për Zotin Xhelel Xhelal. Prandaj do ta kisha përfunduar me një prej ajeteve kuranore ku Allahu Xhelel Xhelal i thotë pejgamberit sa thuaj që namazi, kurbani, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun, Zotin e botave. Me këtë do ta kisha përfunduar. Ju faleminderit të shumë për gjitha këto mesazhet dhe për historinë e kësaj feste që na sqaruat për ne dhe për gjithë shikuesit e emisionit të mëngjesit të ritmi ditës. Ju faleminderit. Faleminderit juve, është kënaqësi ime që të jemi pjesë e emisionit.